serve në drejt kufirit Kosovës, mirë po mesazhet nga Brukseli ka marrë shumë qarta që largohen brenda 24 orë, por ndryshe do të sulmoheni nga ore dhe do të shkatërroheni. Dëgja, spari presidenti Vučić situatën brenda Serbisë e ka jo të mirë. E ka, mund të them, të keqe, sepse që një kohë të gjatë, jo vetëm në Beograd, por në gjitha qytetet e Serbisë ka protesta, ka kundërshtim të politikës së tij, sipas disa anketave që unë lexoj, sepse lexoj edhe shtypin e tyre, diku mbi 40% përqindja e protestuesve apo e studentëve ka arrit atë matjet që kush do të fiton zgjedhjet dhe ai pak e sheh veten të nervozuar, jo favorit, njërën anën tjetër Kfuri ka dhënë prerazi që kjo do të ndodhë. Dhe për atë arsye ai shqetësohet sepse nuk ka hapësirë për të manevruar, për të kthyer ato vendimet. Ai ka veç fjalë, a mundet me vepru? Edhe sa i përket deklaratës tij për ndryshimin e rrjedhjes të Lumit Ibër, të gjitha këto unë mendoj personalisht që këto i ka vetëm deklarative për konsum brendshëm politik dhe nuk ka fare mundësi që të bëjë ai diçka më tepër. Ashtu që qytetarët e Republikës Kosovës nuk duhet të shqetësohen për deklaratat e tilla, sepse Kfuri është nata është sipas rezolutës 124 që është akoma në fuqi, përgjegjëse për ruajtjen e kufijve të Kosovës, për ruajtjen e sigurisë në përgjithësi, dhe unë edhe përpara kemi pas lëvizje të forcave shumëta të ushtrisë serbe në drejt kufirit Kosovës, mirë po mesazhet nga Brukseli ka marrë shumë qarta që largohen brenda 24 orë, por ndryshe do të sulmoheni nga ore dhe do të shkatërroheni. Dhe kjo ka qenë shumë e vërtetë. Dhe Vučići është larguar nga atë. Ndikimi të disponimi i qytetarëve të Kosovës, unë besoj që pak do e trazon atë rahatin e qytetarëve, mirë po rrezik unë nuk shoh. Sepse ne e dim shumë mirë që Rusia dëshiron të jetë prezente këto, prezente nëpërmes Serbisë, e ka qendrën e shpionazhit në Nish, e cila është ndërtuar 2013 dhe ajo punon duke e furnizuar edhe Serbinë, po duke edhe plasuar dezinformata të ndryshme, po në përgjithësi unë mendoj që Serbia nuk